Policia e Kosovës njofton se për shkak të garave ciklistike të organizuara nga Federata e Ciklizmit e Kosovës, me 20 dhe 21 qershor 2025, do të ketë bllokim të përkohshëm të qarkullimit për automjete në disa segmente të autostradave dhe rrugëve kombëtare në vend. Garat, të cilat janë pjesë e kampionatit të Kosovës në ciklizëm, do të zhvillohen në këto orare dhe segmente rrugore. Me 20 qershor 2025, nga ora 10 deri në 14 do të bllokohet për qarkullim segmenti i autostradës Arba Xhaferi nga hyrja Dalja në Lipjan deri te hyrja Dalja në Bibaj në drejtim të Prishtinës, ani i Elezit. Me 21 qershor 2025, nga ora 9 deri në orën 16, gara do të zhvillohet në relacionin autostrada Arba Xhaferi, hyrja Dalja Bibaj Babush Lipjan Prishtinë, Bresje, rruga nacionale N9 deri në Gjergjic, autostrada Ibrahim Rugova, Malishev, Duhel dhe Anasjelltas. Policia e Kosovës do të jetë e pranishme në terren për të zbatuar masat dhe veprimet e nevojshme për siguri rrugore gjatë garave. Autoritetet do bëjnë thirrje të gjithë pjesëmarrësve në trafik që të tregojnë mirëkuptim dhe nëse është e mundur të shfrytëzojnë një rrugë alternative për të shmangur pritjet dhe honesat